Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në studion Ejani. Unë jam Mariana Doda dhe së bashku do të nisim disa episode të veçanta ku në fokus do të kemi nisma që vijnë nga Kina. Nisma që po marrin gjithnjë më shumë vëmendje ndërkombëtare dhe një ndër to është dhe nisma për qeverisjen globale e iniciuar dhe e paraqitur nga presidenti i Kinës Xi Jinping vitin e kaluar, pra në shtator të vitit 2025, dhe me një vizion që synon një botë më të balancuar, më përfaqësuese dhe më efektive. Nisma përfshin 5 parime kryesore: mbështetjen e barazisë sovrane, respektimin e ligjit ndërkombëtar, multilateralizmin, parimin e njeriut në qendër dhe përpjekjen për rezultate reale e efektive. Por çfarë do thotë kjo konkretisht? Dhe sa realizueshme është kjo në kontekstin e zhvillimeve aktuale globale? Për të analizuar më në thellësi këtë nismë dhe për kuptuar më tej rreth kësaj, unë kam kënaqësinë të kem sot në studio diplomatin dhe ambasadorin zotin Sokol Gjoka. Mirë se erdhët në studio, zoti Gjoka. Faleminderit për ftesën, kënaqësi dhe nga ana ime të ju bashkohem në këtë bashkëbisedim të ditës sotme. Faleminderit. Si e vlerësoni nismën e qeverisjes globale të propozuar nga presidenti Xi Jinping në organizatën e bashkëpunimit të Shangajit të vitin e kaluar, sidomos në një kontekst të zhvillimeve aktuale globale? Pavarësisht se ju i referoni summitit të Organizatës së Bashkëpunimit Ekonomik të Shangajit, nisma e presidentit Xi Jinping është diçka më e hershme. Unë mendoj se ajo i ka fillesat e veta qysh mbas mbylljes së çështjes së pandemisë në rang global. Aty ku u pan rivalitete, ku u pan diferenca, ku u pan problematika dhe natyrisht që gjitha këto kishin të bënin jo vetëm me jetën e njeriut, të individit, pra në një farë mënyrë me të drejtat e njeriut, por edhe me çështjet e zhvillimeve kombëtare dhe zhvillimeve globale. Kështu që theksimi më pas nga presidenti Xi Jinping në Tianjin, në Organizatën e Bashkëpunimit Ekonomik të Shangajit, të qeverisjes globale, ishte, si thuash, edhe një lloj agjustimi i mendimeve të tij të hedhura dhe më përpara. Dhe natyrisht nisma të tilla kanë dalë shpesh kohët e fundit. Dhe këto i bashkangjiten në një farë mënyre organismave globale që janë pjesë e politikave multilaterale, pra politikave shumëpalëshe, që do thotë që nisma të cilat kërkojnë diku të bëjnë zbatim i politikave të organizatave ndërkombëtare, diku kërkojnë të plotësojnë për shkak të mos funksionimit të organizatave ndërkombëtare, dhe diku kërkojnë që të shtrinë ndikimin e politikave multilaterale dhe në zona dhe rajone tjera, madje edhe në kontinente tjera, ku ato nuk janë shumë të pranishme dhe ku popullsia e këtyre vendeve, e këtyre rajoneve, e këtyre kontinenteve ndeshet me probleme të mëdha. Kështu që nisma të tilla duhen parë dhe konsideruar në rrafshin konkret. Sa ato janë funksionale, sa ato ndikojnë politikat globale dhe sa ato i çojnë vendet, grup vendet, por edhe qarqe të ndryshme qeverisë politike kështu me radhë, larg tensioneve, larg luftrave, por drejt zhvillimeve globale. Kështu që çdo nisëm që kontribon pozitivisht është e mirëpritur, mendoj unë, dhe është një vlerë e shtuar për politikat multilaterale. Ndaj dhe nisma e presidentit kinez parë në rrafshin e parë, në këndvështrimin e parë, të jep përshtypjen që është në zbatim të disa politikave ndërkombëtare, të cilat janë të materializuara në Kartën e Kombeve të Bashkuara. Por megjithatë, ajo ka dhe synimet e veta parë nga këndvështrimi i një fuqie globale siç është Kina. Qoftë në rrafshin politik, qoftë në rrafshin financiaro-ekonomik, qoftë edhe në rrafshin social, zhvillimor dhe në mbrojtje të drejtave të njeriut. Ju folët për rëndësinë që mund të ketë kjo nismë në rrafshin konkret, dhe në rrafshin konkret kemi parasysh krizat globale që kemi, sigurisht me një 2 luftra që po zhvillohen aktualisht. Si mund të interpretohet kjo nismë dhe a mund të konsiderohet edhe një alternativë për diplomacinë dhe bashkëpunimin ndërkombëtar konkretisht në periudha të tilla krize? Po luftrat kanë një bazë.
sepse zhvillohen. Dhe bazat e zhvillimit të një lufte janë të karaktereve të ndryshme. Janë geopolitike, geostrategjike, janë për shkak të pabarazisë zhvillimore, për shkak të interesave dhe influencave të fuqive të mëdha ndaj vendeve më të vogla, janë për shkak të mungesës së burimeve natyrore dhe ku kërkohet pastaj mundësi mbijetese nga popullsitë e prekura, por janë edhe për shkaqe mbi baza nacionaliste, mbi baza fetare e janë pafund. Kështu që problemi është se si dhe sa duhet i përqasemi situatave problematike, situatave konfliktuale. Nëse do t'i përqasemi me mjete ushtarake, mendoj se kjo është metoda e fundit. Sepse kur mbaron, është një shprehje që përdoret edhe në për analet e diplomacisë, kur mbaron fuqia e diplomacisë, fillon fuqia ushtarake. Dhe mendoj që gjithmonë diplomacisë i duhet dhënë teren, i duhet dhënë mbështetje, sepse diplomacia është ajo që mund të kapërcej situatat konfliktuale, por në fundit diplomacia është ajo e cila bën dhe rezumen dhe përmbylljen e luftrave dhe të konflikteve, sepse palët do ulen dikur në një tryezë bisedimesh, do nënshkruajnë një dokument edhe do të mbyllin edhe problematikat që kanë midis tyre. Por të gjitha këto janë të ravizuara në Kartën e Kombeve të Bashkuara, që është statuti i marrëdhënieve ndërkombëtare midis vendeve, kombeve dhe grup vendeve të ndryshme. Kështu që nëse do të shkohet drejt politikave të multilateralizmit për mbajtjen në këmbë të kësaj ngrehine të rëndësishme ndërkombëtare, siç është Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe veçanërisht Këshilli i Sigurimit, që është institucioni përgjegjës i Kombeve të Bashkuara për ruajtjen e paqes dhe sigurisë globale, atëherë gjërat mund të evitohen. Por duke qenë se kemi një krizë në rendin global, në qeverisjen globale, në Këshillin e Sigurimit, kur nuk ka vendimarrje, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ku ka rënë fuqia e sovranitetit të vendeve, atëherë pikërisht gjendet tereni për të zhvilluar dhe luftrat me interesa të ndryshme. Dhe ndaj aktualisht kemi dhe shpërthimin e luftës, ju përmendën dy prej tyre kryesore, por janë edhe shumë të tjera, më mirë themi disa, se shumë tingëllon jo mirë, por janë disa, kryesisht në Afrikë, sepse nuk përmendet Sudani. Sudani, që natyrisht ka konflikt me Sudanin e Jugut, është një vend, po e ndarë në dy pjesë, dhe aty ka me qindra mijëra të vrarë, ka me miliona të shpërngulur, po janë kushtet klimaterike, ndryshimet e motit, të klimës, të cilët po sjellin gradualisht edhe refugjatët klimaterik që do të quhen në të ardhmen. Është zhvillimi i pabarabartë midis veriut dhe jugut dhe kryesisht në pjesën jugore të brezit të tokës, çka do të thotë që aty për shkaqe të ndryshme natyrore ka zhvillim të munguar, ka problematika e kështu me radhë, kështu që luftrat gëlojnë aty, konfliktet gëlojnë aty dhe atje, por që duhen menaxhuar. Dhe menaxhimi është gjithmonë tek veprimtaria konkrete e institucioneve. Ose për ndryshe pastaj, nëse institucionet nuk funksionojnë, do t'i lihet rrugë veprimtarisë unilaterale të më të fortit, i cili vepron pastaj në rajone dhe vende të ndryshme për të imponuar politikat e vet. Sikundër kemi parë vitet e fundit, në fakt ju theksuat shumë me rëndësi rolin e OKB-s, edhe sidomos të 2 vitet e fundit e kemi parë që OKB-ja dhe Këshilli i Sigurimit është vënë në pikpyetje ose ka patur edhe skepticizëm përballë rolit të saj dhe funksionimit të saj, pavarësisht se sigurisht është një organizatë e cila është ndërtuar dhe themeluar nga fuqi të mëdha. Dhe pa diskutim që të gjitha konfliktet në botë presupozohet që të ulen në një tryezë diplomatike dhe të mund të zgjidhim ato. Si mund të ndihmoj konkretisht kjo nismë për përqeverisje globale, se praktikisht duket sikur e ndërmerr dhe rolin e një institucioni ndërkombëtar për mirë qeverisje. Pra si mund të ndihmojnë modernizimin e institucioneve globale për të reflektuar një realitet të ri të shekullit 21, se dashur pa dashur ne duket që po jetojmë ndryshime të rëndësishme globale.
Është vërtet ajo që thatë që po përjetojmë ndryshime të rëndësishme globale, të cilat nuk po respektojnë rendin ndërkombëtar. Kështu që po shkohet në një farë mënyrë dashje pa dashje në një rend të ri, ku institucionet ndërkombëtare po anashkalohen, ku po anashkalohet vendimarrja e përbashkët ndërkombëtare dhe po i lihet gjithnjë më shumë hapësirë vendimarrjes unilaterale, pra të njëanshme, edhe veçanërisht të fuqive të mëdha. Kështu që respektimi i sovranitetit, i integritetit territorial të vendeve, respektimi i të drejtës për vetëvendosje, respektimi i të drejtave të njeriut dhe respektimi i të gjitha atyre objektivave ku bazohen zhvillimet globale janë baza dhe thembra akilit e Kartës Kombeve të Bashkuara. Kështu që ato janë të materializuara aty. Problemi është se nuk u referohet edhe nuk zbatohen. Kështu që në këto kushte, duke marrë parasysh që bota po has vështirësi në rendin global, thash që çdo nizëm e cila ka në themel të vet pikërisht parimet e normat ndërkombëtare, pra ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të çdo vendi, respektimi i rregullave dhe normave ndërkombëtare dhe natyrisht zhvillim i zonave vulnerabël, por dhe një zhvillim në një farë mënyre i barabartë ku edhe vendet e pasura duhet shikojnë nga vendet e varfra në mënyrë që mos të krijohen problematika pastaj dhe të ndeshemi me çështje që do trokasin diku sepse do shfryjnë këto kriza të akumuluara të karakterit ekonomik, social, të drejtave të njeriut, politike kështu me radhë, atëherë duhet i paraprim kësaj gjëje. Dhe po të referohemi nismës se presidentit kinez, aty gjejmë element të rëndësishëm të cilët janë të materializuar në Kartën e Kombeve të Bashkuara. Por problemi është se sa ato janë të zbatueshme aktualisht, sa ato përkrahen nga të gjithë faktorët ndërkombëtar, sepse bota sot është e ndërlidhur, është e ndërvarur dhe në këto kushte nuk mund të veprojë qoftë edhe një vend i fuqishëm siç është Kina, apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo Bashkimi Evropian ose Federata Ruse, nuk mund të veprojnë në mënyrë të veçuar. Pra gjërat janë të ndërlidhura. Ju shikoni për shembull krizën ekonomike që u krijuar për shkak të vendosjes së tarifave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fillim të mandatit të dytë të presidentit Trump. U bë një përshjellim i madh. Edhe natyrisht ato tarifa kishin brenda si konotacion ekonomiko-financiar, por edhe politik. Kështu që pastaj erdhën në parametra të tjerë, u ndryshuan, por ajo solli turbullira të mëdha, zhvillime të paparashikueshme, veçanërisht tronditje të tregjeve ndërkombëtare, tregjeve financiare, ashtu siç solli dhe lufta në Iran. Ishte paparashikuar për shembull bllokimi i ushtritës Hormuzit, ku kalon 1/4 e gjithë burimeve energjetike për të gjithë botën. Pra është një impakt i rëndësishëm në zhvillimet globale. Kështu që të gjitha këto duhen parashikuar për të parë se ku fitohet dhe çfarë humbet nëse humbet. Por mendoj që është me shumë rëndësi që fuqitë e mëdha botërore duhet të bashkëpunojnë, janë të detyruar dhe të destinuar të bashkëpunojnë, por pa shuar konkurrencën. Sepse konkurenca çon në zhvillim. Por bashkëpunimi është i domosdoshëm, por mos shuar pastaj në përplasje dhe konflikte që do të çojnë pastaj në dëme të mëdha. Ju përmendet në përgjigjen tuaj dhe vendoset theksin tek sovraniteti, pra dhe parimi i sovranitetit që duhet respektohet sidomos nga vendet dhe fuqitë të mëdha. Sigurisht dhe kjo nismë vendos në qendër parimin e barazisë sovrane. Si do të ndikonte ky parim në fakt në marrëdhëniet mes vendeve të mëdha dhe të vogla? Natyrisht instrumentat janë aktualisht, por ato janë të bllokuara. Dhe pikërisht janë këto vendet e mëdha të cilat e kanë bllokuar. Sepse vendet e mëdha të cilat kanë pozicionet e tyre dhe përgjegjësitë e tyre në kuadër të Këshillit të Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara, ato për shkak të mos bashkëpunimit, për shkak të diferencave politike, për shkak të diametralizmit
në përqasje në zhvillimet globale, ato nuk arrin në ura komunikimi dhe bashkëpunimi. Më përpara kjo ka ekzistuar, megjithëse vendet kanë qenë me orientime të ndryshme, po para 2 dekadash kanë ekzistuar dhe gjendej mënyra për t'ju përqasur të gjitha zhvillimeve globale. Nëse Organizata e Kombeve të Bashkuara do t'i nënshtrojë një reformimi të plot, një reformimi të thellë, se është e vërtetë që ajo është ndërtuar mbi shtylla të rreth 80 vite më parë, kryesisht të dalë mbas luftës së dytë botërore, pra si një nevojë, kanë qenë vetë vendet e mëdha të cilat e kanë iniciuar këtë lloj nisme si një nevojë për të ruajtur paqen dhe sigurinë globale dhe për ta zhvilluar jo vetëm kontinentin tonë, por të gjithë 5 kontinentet e botës në rrugën në të mirë të popujve dhe të vendeve që jetojnë aty. Reforma për Këshillin e Sigurimit dhe për Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka dekada që ka nisur. Por janë pikërisht vendet e mëdha që e kanë bllokuar sepse i përqaset shumë më tepër statusi që kanë aktual në Këshillin e Sigurimit, në mënyrë që të realizojnë objektivat e tyre të ngushta, por duke pasur pasoja pastaj në zhvillimet e rëndësishme globale. Kështu që nga këndvështrimi i vendeve të vogla, natyrisht dëmtimi i multilateralizmit dhe i politikave globale është në dëm të tyre, sepse zëri i tyre shuhet, nuk dëgjohet përballë zërit të më të mëdhenjve që janë në këto organizma. Por nëse do të ishim edhe do të funksiononte normalisht Organizata Ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara që ka derivatet e veta, se pastaj është Këshilli i mbrojtjes së drejtave të njeriut, që është një organizatë shumë e rëndësishme. Është UNESCO për mbrojtjen kulturore, gjuhësore, arsimore, që është dhe kjo një derivat i Organizatës Kombeve të Bashkuara, shumë e rëndësishme. Është organizata shëndetësise, të drejtave të njeriut, të mbrojtjes së refugjatëve e kështu me radhë, sepse bota sot po ndeshet me problematika nga më të mëdha. Shumë shpejt mendohet që të krijohen si thosh për shkak të dëmeve në politikat ambientaliste. Do të krijohen valë të mëdha refugjatësh, të cilët do të kenë edhe etiketime të ndryshme që janë refugjat ambientalist, refugjat mbi baza nacionale, refugjat politik, që normalisht po trokasin për ditë në dyert e vendeve të mëdha. Po për t'i ndaluar ato, duhet punuar qysh edhe duhet ta ndresuar problematikat që kanë ata. Sepse këto janë, si thosh, shkaqet e zhvillimit të luftrave. Dhe së fundmi, duket në fakt që formësimi i rendit të ri botëror do të vijë duke u formatuar ose riformatuar edhe vetë kjo Organizatë e Kombeve të Bashkuara. Si shikoni ju këtë nismë, sa afatgjatë dhe çfarë roli mund të ketë ajo në formësimin e një rendi të ri global, pra kjo nismë për një qeverisje globale që vjen nga Kina? Po kjo nisëm natyrisht ka aspekte pozitive, unë thash, sepse si thosh bazohet në parime dhe normën ndërkombëtare, nuk e mohon multilateralizmin, përkundrazi i mshon multilateralizmin, nga ana tjetër respekton barazinë sovrane të secilit vend të secilit popull në territorin e vet të njohur ndërkombëtarisht, dhe gjithashtu ka një fokus tek hemisfera jugore e globit tonë, tek vendet dhe rajonet më problematike me zhvillime më të pakta dhe që kërkon të ndihmojë ato me financa, me teknologji, me zhvillime të ndryshme ekonomike, me politika të ndryshme me përqasje e kështu me radhë. Kështu që të gjitha këto shikohen pozitivisht. Por problemi është që vetëm Kina nuk mund t'ja dalë e vetme. Sigurisht. Kështu që kërkon ndërhyrjen dhe bashkëpunimin e partnerëve të tjerë ndërkombëtar. Dhe këtu ka një lloj rivaliteti. Dhe rivaliteti më i madh është me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe duke i referuar dhe doktrinës së strategjisë të sigurisë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që e përmenda pak më përpara, Kina veçoi në përgjithësi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një rival i drejtë për drejtë i interesave të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo e bën marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Kinën shumë të cënueshme, edhe shumë fragjile, të prekshme, të përthyeshme. Kështu që në këto kushte duhet patjetër që të gjendet një gjuhë e përbashkët. Natyrisht që nuk mund të jesh dakord për gjithçka,
por për terma të përgjithshme dhe për zhvillime globale duhet të gjesh konsensus dhe politika të përbashkëta, ku natyrisht të shikohen dhe të përfshihen dhe aktorë të tjerë aty ku duhet. Kurse Bashkimi Evropian, Evropa e Bashkuar, është më mirë kuptuese në këtë drejtim në raport të nismës së Kinës, sepse në një farë mënyrë i shkon përqasje dhe politikave të Bashkimit Evropian, që dhe ajo është në respekt të multilateralizmit, të organizatave ndërkombëtare dhe të parimeve kryesore të Kartës Kombeve të Bashkuara. Kështu që këtu ka ura bashkëpunimi midis Bashkimit Evropian dhe Kinës. Por kam përshtypjen që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të gjejnë hapësira për bashkëpunim, sepse çdo përplasje, çdo polemizim, çdo kontradikt nuk do të ishte të interes të asnjërit. Shpresojmë, sepse sigurisht ne kemi një vizitë të rëndësishme që është konfirmuar nga Shtëpia e Bardhë për në Pekin, pra vizitën e presidentit Trump, dhe ndoshta kjo do të jetë edhe një pikë kthese në marrëdhëniet e tyre, se sigurisht janë dy fuqi të mëdha, njëra me impakt shumë të rëndësishëm gjeopolitik dhe tjetra pa diskutim gjeoekonomik, siç është Kina. Kështu që sigurisht për të gjithë njerëzimin marrëdhëniet e tyre pozitive kanë ndikim pa diskutim pozitive edhe për pjesën tjetër të botës. Zoti Gjoka, ju falenderoj shumë për bisedën dhe për perspektiven tuaj sa i përket nismës për qeverisjen globale. Shumë faleminderit dhe ishte vërtet shumë kënaqësi që të bisedoni me ju. Kënaqësi dhe për mua dhe ju uroj punë të mbarë. Faleminderit. Të nderuar shikues, këtu përfundojmë së bashku dhe ne shihemi në një edicion tjetër special.